për ta kuptuar se çfarë nuk dën. Por, ajo që ishte pak shokuese ishin dyshimet e ish partnerit mbi vllajin tënd. Çfarë thonte aso kohë? Urna? Çfarë thonte aso kohë? Dhe si ndodhi nga xhelozia që ka pas Po ndaj normal teja? nga xhelozia dhe mos besimi të mashkullit që është. Njëri që ka vetë besim në veten edhe që është burr edhe që është mashkull i vërtet, nuk i ka këto dyshimet e partnerit që e ka që 10 vjet. Kështu që këto për mua kanë qenë budallaliqet më të mëdha të jetës time që i kam ni. Domethënë është një metar të vështirë, ti shkruajnin, le më ti thon dikush edhe mi përjetu. Po. Kur thua se ke bler lumturin me para, e kishe fjalën për dashurin, sigurin, apo edhe për mos braktisjen? Më falë edhe një herë? Kur thua thash se ke mos bler... braktisjen nga ai? Po. Po, që e dini, unë mundu mi bo shumë të lumë të atë djallin atë princeshen. Kështu që në është takon edhe fajit e jam që e kumë lastu shumë, të menu që duhet mi aplëcu krejt kushtet për me qenë bashk. Në është ta prej kompleksit që e kumë pas, që në është ta mundet me mlonë për problemin që e kam edhe që e ka theksu krejt konë që kërkush nuk mundet me dash për shkak problemi që e ki. Si u ndishe në ato kohë, në ato momente kur e mërshë një përgjigje të tillë? Edhe një herë të lutem. Si u ndive në ato momente kur thonte që askush ty nuk mund të doj? Po që shkim unë i dini normal që nuk një është mirë. Atëherë, po si e kaloje, sepse ti ke hesht, Jo, unë e para ti e kumë thonë që unë e muj minzon kënë duhe dhe muj me bo qka du.